Rastet tek moshat e reja që vuajnë me probleme me zemrën janë shtuar gjatë viteve të fundit. Mjekët kardiolog thonë se shkaku kryesor është stili i jetesës, por edhe përdorimi i alkoolit e duhanit. Vitet e fundit dhe në praktikën tonë përditshme shohim që sëmundja kardiovaskulare, problemet e zemrës, infarkti miokardit sot s'po njohin moshë. Takojmë raste edhe në moshën 20 vjeçare që paraqiten me probleme serioze dhe me sëmundje të arterëve koronare në stade të avancume. Mendoj që është shumë e lidhur me stilin e jetesë, pra që përfshin një jetë jo shëndetshme, me pak aktivitet fizik, me konsumim të duhanit, konsumim në alkoolit, një dietë e pashëndetshme për sa i përket konsumimit të yndyrnave dhe ushqimeve të papërshtatshme. Vetëm 2 ditë më parë, 2 persona të moshave 37 dhe 57 vjeç humbën jetën në ujërat e liçenit të Shkodrës si shkak i arrestit kardiak. Mjeku Smajlaj thekson se duhet një kujdes i shtuar e kryesisht personave që kanë probleme kardiovaskulare, pasi kontrasti i temperaturave ndikon tek trupi i njeriu. Fillimi i verës edhe rritja e temperaturave e shton rrezikun. Por mendoj që në këtë periudhën e kalimit të stinën, pra një kohë midis, si mund ta quajmë, pra sa ka përfundon një periudhë e ftohtë dhe fillon një temperaturë e nxehtë, pra kur temperaturat e ambientit janë shumë të larta, personat duhet të jenë të kujdesshëm dhe veçanërisht të smurt që kanë probleme kardiake, sepse organizmi i tyre nuk ka shpërshtat akoma. Dhe personat që vujnë nga probleme kardiake, personat që konsiderohen të rrezikum, pra që janë persona që vujnë nga tensioni i lartë i gjakut, persona që vujnë nga diabeti, persona obez, persona që kanë historinë familje me probleme kardiovaskulare, duhet të jenë të kujdesshëm. Mjekët sugjerojnë që të bëhen ekzaminime rutinë të përsëritura dhe të mbahet në kontroll niveli i yndyrnave në gjak, duke ulur kështu edhe riskun e sëmundjeve të zemrës.